Krahas gazetarëve që po bëjmë punën e tyre sonte, unë kam edhe shumë kolegë të cilët do të jenë këtu me mua për të ndarë edhe çmimet. Me shumë kënaqësi në skenë ftoj kolegët nga Radio Televizioni i Kosovës, Dafina Krasniqin dhe Resul Sinanin për të hapur zarfet ku fshihen emrat e fituesve në kategorinë Dance. Mirë se erdhët në skenë, ju sigurisht keni diçka për të thënë me që nuk ka nevojë të flas, ju vetë jeni prezantues. Mirë se ju gjetëm, urime për mbrëmje madhështore. Më vjen shumë mirë që mbahet në një qytet tjetër përveç Prishtinës, pasi që jemi mësuar që gjitha këto evenime të jenë koncentruar atje. Sa e bukur. Mirë mbrëma, jo mundesh me majt, mama. Unë e kisha në mend, e kisha plan që para jush këtu publikisht, me qenë se kishte të lashe toni, me ja lyp shkendës mikrofonin, sepse ajo nuk e shfrytëzonte shumë. Prandaj, le të na zgjedh mikrofonin shkenda. Do ta kemi parasysh, faleminderit. Mirë, po vazhdojmë tutje, faleminderit shumë që jeni në skenë me mua për të ndarë çmimet për fituesit në kategorinë e Dance, pra Dance kënga, të nominuarit janë kënga e parë konkurruese në këtë konkurrencë të këngës Dance në Zhurma Show Awards është Let It Play nga Emi. Më pas, Kaltrina Selimi konkuron në këtë kategori me këngën Hajt. Dhe e treta është Elvana Gjata, Turn You On. Dhe fitues është Kaltrina Selimi. Urime Kaltrina, duhet. Pa tjetër në duhet me përshëndet Jurin, produksionin Pixel, Florin, edhe këtë çmimi ja dedikoj publikut tim. Faleminderit shumë. Kaltrina Selimi.